Ndërtimet pa leje në rrugën e Kombit kanë qenë në fokus të aksionit të INUK gjatë ditës së sotme, i cili vazhdon njëkohësisht edhe në jug të vendit në aksin Levante-Pelen. Pronarët e objekteve, që më së shumti janë kioska, nisën prishjet në mënyrë vullnetare, duke shmakur në këtë mënyrë debatet me inspektorët, të cilët janë mbështetur nga forcat e policisë dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë. Ndërhyrjet e para kanë qenë në vendet e konsideruara si njolla të zeza për rrezikun e aksidenteve, ndërsa do të vijohet në të tilla ndërhyrje në të gjithë akset rrugore në veri të vendit. Për drejtorin e Autoritetit Kombëtar të Rrugëve për Veriun, Nikolin Dedevukaj, nuk ka vend për rezistencë nga pronarët, përderisa ato janë të palishme. Është një vazhdim i masave që ka marrë qeveria shqiptare për sigurinë rrugore dhe është pjesë e saj. Fillimisht kemi filluar me pikat e zeza që kanë bërim aksidentesh dhe më saj është i dyti aktivitet që po bëjmë për prishjen e rrugëve pa leje dhe për të pasur një siguri rrugore më të mirë në gjitha akset e Veriut. Ndërtime pa leje kanë gjitha akset rrugore sepse ka kanë vazhde liberalizimit, domethënë të ndërtimeve pa leje, dobësinë më tepër e shtetit që janë bë. Por besoj që atë ndërtimi pa ligjshëm nuk ka pse ka rezistencë kur bine gjithë secili dhe i tregohet ligji secilit. Janë me 10 objekte, të cilat do të prishen vetëm në rrugën e Kombit, që konsiderohet edhe si një pastrim i saj nga imazhi i krijuar për drejtuesit e mjeteve, pikërisht nga këto ndërtime.